nisa këtë udhtim në 1997, dje që kisha një dashuri shumë të hershme për muzikën. Por që do të martohesha, do të jetonim të lumtur për 17 vjet rresht, nuk e dija. Dhe kjo është vetëm një pjesë, se bashkëtesa jonë do të vazhdojë. Unë kam nisur me vinile, ndryshe gjiradisje, edhe kjo përbënte risi atëherë, pasi nuk kishte ende asnjë DJ në Shqipëri. E ndjej vetëm me fat që në moshën 13 vjeçare u gjenda në vendin e dur dhe në kohën e dur, në momentin kur Top Albania Radio po mendoi ta hapej. Mbaj mend që praktikoja miksimet dhe njëkohësisht më dhanë të bëj bashkë me Gerta Hetën emisionin e parë të asaj radio. Kohë të bukura, besoj që të gjithë do t'i kujtojmë me nostalgji. Në 2003 erdhi produksioni im I parë, My Love, që u bë absolut dhe kjo më shtyr që të krijoja më tej. Në këtë mënyrë lindi frymëzimi për Feelings, Dancing the Twilight, Love for the Summer dhe hiti im I fundit Live for the Music. Ndërto do të veçoja Love for the Summer si këngën më hit, pothuajse, për impaktin që ajo ka patur në njerëz. Po mbush shumë fakti që sa herë luaj, njerëzit e këndojnë dhe I dinë të gjithë tekstin. Mu faktikisht para pëlqej të fus hundët edhe në shkrimin e tekstit, sepse besoj që teksti është element shumë I rëndësishëm në një këngë dhe mesazhi që ne do t'i përcjellim njerëzve. Këtë ka pasur parasysh kur nisa këtë udhtim të frymëzoj njerëzit me muzikën që krijoj të jap energji pozitive në muzikën që luaj. Top 5 vitet e fundit një trend I ri është përhapur. Quhet mashup, që janë 3 ose 4 këngë të së njëjtës note, në mënyrën apo idenë time. Kjo është një nga mënyrat e të luajturit në weekend edhe e punës që organizoj për weekendin. Për të sjellë çdo fundjavë gjëra të reja. Gjithashtu aktualisht jam duke punuar për albumin tim të parë, të cilin janë këngët që kam provuar, dhe disa publikime të reja, si ndërto edhe eksperimente të tjera në muzikën elektronike. Mesazhi që duhet përcjell tek njerëzit, ashtu si dhe quhet kënga ime e fundit, është që nuk ka rëndësi çfarë ngjyre jemi, nuk ka rëndësi të mëdhenja apo të vegjël, të mira apo të këqij, është që muzika na bashkon të gjithë ne. Jam shumë I lumtur për këtë pjesëmarrje të madhe në 17 vjetorin tim. Më mboj shumë qefi që kjo fest tashmë është bërë traditë dhe shihemi vitin tjetër.